Nga Franca. Nga Franca. Ku është jeta më e mirë? Bëhu i sinqert, lutem. Vallai, sinqert, po çysh Lutem. dushte. Vallai, po në Kosovë, jo më rrit në Kosovë, çysh ka mundësi në me thonë në Francë, po në Francë me mashtruan lula, s'm duket më mirë se në Kosovë. Që sa vite je në Francë? Në 2007, në 2025, në 18 gati. 18 Mirë. vjet. Po, Që 18 vite. që 18 vite. Mirë, ti kohën e madhe pas ke kalu këtu, tek ne. Pra 26, 27, dhe 26 vjet jam rrit në Kosovë, 27 luftën e kompletu në Kosovë. Fëmija jam kanë lind të, në Francë, 3 djemi kanë lind të. Po thëm që aja që zoja më herët që foli për Dubai, vallai, dukat me mashtru se si Kosovë s'ka. Po pse nuk vjen këtu, pra hajde në trego, sepse kemi nga ata dëgjues që thon, po pse s'po kthehen pra me qenë se po ju pëlqen më shumë Kosova e këto. Po qysh, më kthye zonjë që thmi janë të në shkollë dhe kaj qysh më tash. Po edhe këtu ka shkollë. Pas kthehet më djali ka bën 18 vjet, i bën 18 vjet më në mars më djali ajo. Po kthehu ti pra. Po më lo fëmin vogël. Po pse po më gjeni arsye time? Po unë po ta kallëzoj arsye, ne, vetëm një. Ti çka kishe bën vend? Jemi aty në përgjigje. Dëgjom. Unë e kuptoj. Djali 13 vjet, djali 13 vjet në shkollë. Po. Djali 13 vjet në shkollë. I dyti 16, i modhi ka bën 18. Tash ti kallëzëm ti jep aty një shpjegim çysh mi lën vetë. Jo, ti më jep shpjegimin. Unë po të ndëgjoj. Sepse pas me telefonata më herët që thanë se jeta kjo mendimi është i njëjtë si jote. Po, telefonata tjetër nga Prishtina tha se pse thon kështu, pse nuk po kthehen pranë Kosovë. E gjithë kjo është arsyetimi që kemi fëmijët. Po ndëgjova ato zotërinë që tha se ai ke pi Prishtina dhe ai ka ai thati pa martuar, i pa kurrë. Jo, i martuar. Po merr fëmijët e këta umëra? Po thëdi jo lezoj 18 vjet më. Ti s'e merr, a zhag da merr? Jo. Ne po bëjmë vetëm pyetje, nuk kemi asgjë më serioze. Po thoni pe banë kallaj, po nuk është e kallaj. Jo, nuk është e lehtë. Sigurisht që nuk është e lehtë. 18 vjet më ajo është atë çka? O thatu në vime, s'ka problem, po fëmijëve ku ju pëlqen Kosova, tregon. Be normal, na tash sot ose 2 javë kemi rezervuar biletat në. Sa mirë, sa kemi qëndru? 9 ditë. 9 ditë. Fëmijëve ju pëlqen këtu? Normal, po për me tu gjithë është pak për ta. Atë ka shku mendja ndonjëherë më u kthy në Kosovë. Kështu më thon po kthej. Çdo ditë e bëjmë llaf me gruan, çdo ditë. Apo? Po, çdo ditë, po për momentin është janë mundësi shumë vogla. Po. Një 4-5 vjet me zit bën fëmijë të vetëdijshëm që janë zotë vetvetit, më tani besoj që 7% Kosovë kalojnë. Mirë. Po vjen shumë mirë zotri Bekem, faleminderit shumë për telefonatën. Ai që thotë, janë Zvicër, janë Gjermani, janë Dubai, ja ku dush, ata që janë lind këtu në Evropë, ata mundin me thonë, ja, ato jam i kuptoj. Po. Me ai që ai lind në Kosovë, as besoj as një njeri të gjën që thotë mami këtë. Ai që ai lind pa fol. Po, e kuptoj. Ata që janë lind jashtë, ata normal që i pëlqen më shumë këtë, se arrit shkollën e ka krytë normal që është për to më mirë në këtë. Ne për neve shkën arrit në Kosovë, s'ka shansa me thonë kush më mirë këtë. Zotër Bekem, faleminderit shumë. S'ka gjë. Fala shumë bashkëshortës, shumë faleminderit. Ton.